Xhelozia, emocionet e papërmbajtura dhe përplasjet personale po vazhdojnë të trazojnë shtëpinë e Big Brother Kosova. Së fundmi, në qendër të vëmendjes ka qenë Benita, e cila është shfaqur dukshëm e prekur dhe e tensionuar pas puthjeve mes Klodit dhe një banoreje tjetër. Një situatë që ndonse për disa mund të duket pjesë e lojës apo e afrimeve spontane, për Benitën ka qenë e vështirë për t'u përballuar. Sa po mori vesh për puthjet, Benita reagoi menjëherë. E shtyrë nga xhelozia dhe zhgënjimi, ajo ju afrua Klodit dhe nisi t'i bëj presion me fjalë të forta dhe tone të ashpra. "Çka ke me heq sonte?" I tha ajo, duke vijuar me, "Shtrenjtë ke me pagujt për këto puthje." "Shtrenjtë? S'kam me të lënë me fjetë." Fjalë që u dëgjuan qartë nga banorët e tjerë dhe që e bën situatën edhe më të tensionuar. Ajo që e bëri momentin edhe më të fortë emocionalisht ishte mënyra se si Benita e shprehu xhelozinë e saj pa asnjë filtër. Ajo la të kuptojë se këto puthje nuk ishin thjesht një veprim kalimtar, por diçka që do ta ndiqte edhe përtej momentit. Edhe në ëndër kanë me të dalë ato puthje, u shpreh ajo, duke treguar se situata e kishte prekur thellë dhe emocionalisht. Klodi, nga ana tjetër, u përpoq her pas here ta relativizonte situatën, por presioni dhe tensioni i krijuar nga reagimi i Benitës e bën të pamundur që biseda të mbetej e qetë. Banorët e tjerë ishin dëshmitar të një skene që tregoi qartë se sa shpejt ndjenjat mund të marrin kontrollin brenda një ambienti të mbyllur si ai i Big Brother. Ky episod ka nxitur reagime të shumta edhe nga publiku. Disa e kanë parë reagimin e Benitës si shenjë të ndjenjave të forta dhe frikës për ta humbur vëmendjen e Klodit, ndërsa të tjerë e kanë konsideruar të tepruar presionin dhe gjuhën e përdorur. Megjithatë, një gjë është e qartë, xhelozia ka nxjerrë në pa anën më emocionale dhe impulsive të saj. Në një shtëpi ku çdo veprim komentohet, çdo puthje peshohet dhe çdo ndjenjë amplifikohet nga kamerat, situata të tilla janë të pashëm.